Pacientët nga tragjedia në Koçani pritet liron nga java e ardhshme. Qeveria paralajmëron se do të anulojë rreth 100 licenca. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari deklaroi se pacientët që trajtohen në vend janë në gjendje stabile. Pas ankesave të servis, publikohet teksti piloti marrëveshjes së mbrojtjes Kosovë-Shqipëri-Kroaci. Izraeli vret të paktën 130 palestinez gjatë 48 orëve të fundit, numri i varëve në 3 ditë shkon mbi 700. Të ndruar shikues, përshëndetje. Në gjysmën e dytë të javës ardhshme, disa nga të lënduarit do të kthehen në Koçan. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski tha se gjendja e të lënduarve është duke përmirësuar. E ka sqaruar se numri i pacientëve në gjendje të rënd kritike po zvoglohet dhe ka rënë dukshëm. Ndërkohë, zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva njoftoi se pas veprimeve e të ndërmarra nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve janë evidentuar afër 100 licenca që do të hiqen me vendim qeveritar. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski tha se gjendja e të lënduarve është duke përmirësuar, por ende nuk janë në gjendje për të liruar. Në gjysmën e dytë të javës ardhshme, Klekovski tha se disa nga të lënduarit do të kthehen në Koçan, duke shtuar se numri i pacientëve në gjendje të rënd kritike po zvoglohet dhe ka rënë dukshëm. Momenti i përmirësimit është se numri i rasteve kritike po zvoglohet. Në fillim kishim disa raste me pacientë në gjendje kritike, ndërsa herën e fundit kur isha këtu ishte rreth 10. Tani janë 5 deri 6 raste, por pse nuk duhet të lirohemi, sepse mund të kemi edhe rrezik për infeksioneve, andaj lufta nuk ka përfunduar. Ka mundësi që pacientët që janë në gjendje të mirë t'ju përkeqësohet gjendja për shkak të rrezikut nga infektimi. Ndërkaq, zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva foli për aktivitetet e ndërmarra nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ku në kontrollet e deri tanishme. Miteva tha se janë evidentuar një numër i madh licencash që do të hiqen me vendim, të cilat janë rreth 100. И во ова надлежно министерство во текот на вчерашниот, но морам да потенцирам дека и во денешниот ден контролите продолжуваат и до крајот на денот очекуваме нов пресек со детални информации за сите направени контроли на овој тип на лиценци. Miteva tha se dhimbja nga kjo tragjedi është e pamashme, duke shtuar se do të informojnë opinionin me kohë, se si po ecin hetimet dhe si po i zbatojnë reformat dhe hapat e nevojshëm që janë obligimi i qeverisë. Autoritetet në Shkup janë duke bërë përgatitje për të kthyer në vend pacientët nga zjarri në Koçan, e cilët kanë përfunduar trajtimin jashtë vendit. Ministri i Punës Jashtme Tim Çomucunski gjithashtu ka bërë thirrje që të shmangen manipulimet, pasi sipas tij, mjekimi i gjithë pacientëve jashtë vendit mbulot nga vendet nikoqire, derisa harxhimet e rrugës, akomodimi i harxhimet e transportit dhe të ngjashme mbulohen nga qeveria. Ministri i Punëve të Jashtme Tim Çomucunski ka theksuar se për momentin 116 pacientë mjekohen jashtë vendit në 14 shtete, 31 pacient mjekohen në Serbi, 15 në Bullgari, 12 në Turqi, 12 në Greqi, 7 në Spanjë, 6 në Austri, 6 në Hungari, 5 në Rumani, 4 në Belgjikë, 4 në Sloveni, 4 në Lituani, 4 në Kroaci, 4 në Suedi dhe 2 pacient po mjekohen në Poloni, ndërsa tha se më njëherë pas preskonferencës, Ministria e Jashtme në takimin e parë koordinativ do të bëj planin për kthimin e pacientëve në vend. Mucunski bëri thirrje që të shmangen manipulimet, pasi sipas tij, mjekimi i të gjithë pacientëve jashtë vendit mbulohet nga vendet nikoqire, derisa harxhimet e rrugës, akomodimi, harxhimet e transportit e të ngjashme mbulohen nga qeveria. Ние го резервираме хотелот. Paraprakisht kishim rezervuar hotele, kemi bler bileta avioni, njoftuam se do t'i mbulojmë harxhimet për telefon, marrin më ditë ditore. Gati gjithë qytetarët janë përfshirë në komunikim të drejtë për drejtë me ambasadat tona. Sigurojnë mbështetje logjistike, përkthime, komunikim me spitalet. Nuk është keq që qytetarët të ndihmojnë, por duhet ta dinë se shteti mendon për çdo harxhim. E gjithë logjistika dhe harxhimet e kthimit gjithashtu do të mbulohen nga shteti. Më shumë se 51 milion denar apo rreth 800.000 euro janë mbledhur deri më tani nga donacionet e qytetarëve, firmave, komunave, institucioneve në llogarinë solidare të Kryqit të Kuq.
Sipas një vendimi të Kryqëzit të Kuqe dhe qeverisë, më njëherë do të bëhet pagesa e ndihmës së parë financiare prej 150.000 denarëve për të gjithë familjet e prekura nga tragjedia, dhe kjo nuk do të jetë ndihma e vetme që do të marrin. Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka dhënë detaje për pacientët cilët u lënduan nga zjarri në Koçan dhe po trajtohen në klinikat e vendit. Ai theksoi se të gjithë janë në gjendje stabile, ndërsa për pacientët që po trajtohen jashtë vendit, 6 janë në gjendje kritike nga 115 sa janë gjithsej. Ministri Taravari tha se 5 pacientë do të kthehen për të trajtuar në Shkup. Nga hënat dhe e marta do të kemi pasqyrë të rreth pacientëve. Jashtë vendit janë 115 pacientë. Lajmi i mirë është nëse para një jave thash që 20 janë në gjendje kritike, para 2 ditëve thash 10 janë në gjendje kritike, sot informoj se vetëm 6 janë në gjendje kritike dhe shpresojmë që ai numër të mos rritet më eventualisht ndonjë komplikim tek pacientët e tjerë, tha Taravari. Kryqi i Kuq ka njoftuar se deri tash janë mbledhur afër 52 milion denar për përkraje të viktimave nga zjarri në Koçan dhe familjeve të tyre. Ata bëjnë ditur se janë në fazën përgatitore për pagesën fillestare të mjeteve të grumbulluara për nevojat më urgjente të destinuara për të prekurit nga zjarri. Organizata humanitare ka bërë thirrje të vazhdohet të tregohet humanizëm dhe solidaritet për viktimat dhe të shprehin mirënjohjen më të thellë për gjithë ata që dhuruan. Ndërkohë, me vendim qeveritar të gjitha familjeve të prekura nga tragjedia fillimisht do të dhurohen nga 150.000 denar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë ditur se në punës të sektorit punëve të brendshme Shkup kanë privuar nga liria personat me inicialet FA 26 vjeç dhe VV 22 vjeç të dy nga Shkupi për shkak se në lokal kanë lëshuar muzikë me çka nuk kanë respektuar vendimin e qeverisë për 7 ditë zije. Menjëherë, nga ana e zyrtarëve policor të sektorit të punëve të brendshme Shkup u është hequr liria personave përgjegjës dhe pas dokumentimit plot të rasteve do të parashtrohet kallëzime përkatëse në lidhje me nenin 387 i Kodit Penal, bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme. 3 persona e ndaluar nga policia për shkak të prodhimit dhe shitjes së substancave narkotike. Prokuroria ka njoftuar se për 3 kg nga kjo sasi droge, personat janë dakorduar t'ia shesin një shtetasi grek për një shumë prej 9.000 euro. Prokuroria Themelore Publike Xhevxheli ka sjellur urdhër për zbatim të procedurës hetimore kundër 3 personave, për shkak se ekziston dyshim se kanë kryer vepër penale, prodhim i paautorizuar dhe lëshim në shitje të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, nga neni 215 paragrafi 1 nga Kodi Penal. Siç informojnë nga prokuroria, të dyshuarit, 2 banorë të fshatit Stajakove dhe 1 nga Vallandova kanë marrë pjesë dhe kanë ndërmjetësuar në shitjen e rreth 5 kg marijuan, të cilën e ka furnizuar i dyshuari i parë. 3 kg nga droga janë dakorduar t'ia shesin një blerësi shtetas grek për një shumë prej 9.000 eurosh. Gjatë përpjekjes që ta shesin drogën në një lokacion në Dojran, në punës policori kanë zënë. Në vendin e ngjarjes janë arrestuar 2 nga të dyshuarit, ndërsa i treti është nisur në Arati, por shpejt edhe ai është arrestuar. Në mënyrë plotësuese, në afërsi të Bogdancit, është gjetur pjesë tjetër e drogës të cilën e kanë pasur për shitje. Me arsyetimin se të dyshuarit mund të aratisen, të ndikojnë në hetim duke ushtruar presion mbi dëshmitarët ose bashkëpunëtorët, të fshejnë ose shkatrojnë provat e veprës penale dhe se mund të përsërisin veprën për të cilën po ndiqen penalisht, gjykata ka dërguar një kërkesë në gjykatë për të caktuar masën e paraburgimit për 3 të dyshuarit. Vazhdojmë edhe me lajmet. Është publikuar teksti i plotë i marrëveshjes për aleancë ushtarake ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, e cila u nënshuan nga ministrat e mbrojtjes të 3 shteteve më 18 mars në Tiranë. Publikimi ndodh për interes të madh në publik për të përmbajtjes së saj, ndërkohë që Serbia ka cilësuar shkelje të marrëveshjes në rajonale për kontrollin e armëve të vitit 1996. Teksti i plotë i marrëveshjes për aleancë ushtarake ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë është bërë publik duke ndjekur interesin e madh në publik.
Ka pasur reagime të shumta nga Serbia për këtë marrëveshje, duke cilësuar se është shkelje e marrëveshjes nën rajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996, por zyrtarët e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë kanë mohuar se kjo marrëveshje është e natyrës armiqësore për fqinjët. Në nenin e parë e marrëveshjes parashikohet promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, duke eksploruar zhvillimin dhe blerjen e kapaciteteve mbrojtëse ndërmjet të zgjidhjeve të bashkëpunimit të shumëkombësh për të rritur gatishmërinë e forcave tona ushtarake. Në nenin e dytë kërkohet rritja e përpjekjeve për të investuar në teknologji dhe inovacione të reja, ndërsa neni vijues parashikon kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve hibride, duke përfshirë kërcënimet e kibernetike, fushatat e dezinformimit, si dhe ndikimin dashakesh të huaj që mund të komprometoj ose të ndikojë në sigurinë kombëtare dhe rajonale. Theksohet se duhet të shkëmbyer informacione dhe shërbime të inteligjencës për ndërgjegjësimin dhe koordinimin strategjik dhe operacional të situatës ndërmjet institucioneve të mbrojtjes për të parandaluar, zbuluar dhe reaguar në mënyrë efektive kundër sfidave që hasin vendet tona përkatëse. Pika e 4 e marrëveshjes kërkon parafrimin e politikave dhe pozicionet me institucionet dhe struktura shumëpalëshe euroatlantike për sigurinë dhe mbrojtjen, për të quar përpara interesat dhe objektivat tona kombëtare dhe të përbashkëta rajonale. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pritur në takim kryetarën e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Željka Cvijanović. Vizita e saj vjen në një kohë krize të rëndë politike në Bosnjë-Hercegovinë dhe vetëm 7 ditë pas vizitës në Stamboll të kolegut saj, antarit të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirović. Kriza politike në Bosnjë-Hercegovinë pasoi pasi gjykata e vendit dënoi kreun e entitetit të Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik me një vit burg dhe një ndalim prej 6 vjetësh nga mbajtja e detyrës së kreut të Republikës Serbe për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë. Në rripin e rrethuar të Gazës, 5 fëmijë janë vrarë në një sulm të madh ajror gjatë natës, ndërsa të paktën 8 antarë familjes mbeten të bllokuar në rronoja. Sulmet izraelite në gjithë Gazën gjatë 48 orëve të fundit kanë vrarë të paktën 130 palestinesë, thonë zyrtarët shëndetësor. Ndërkohë Izraeli ka goditur caqe në Liban më 22 mars në kundërpërgjigjen ndaj raketave që shënjestruan Izraelin. Ky është këmbimi më i madh i zjarrit që nga marrëveshja e pushimit. Një zyrtar i Hezbollahut tha se grupi nuk kishte përgjegjës për sulmin. Ndërkaq, kryeministri libanez Nawaf Salam i kërkoi ushtrisë së vendit të tij që të ndërmarrë gjitha masat e nevojshme në jug, por tha se shteti nuk dëshiron që lufta të rikthehet. Bayraktar Kızılelma, avioni i parë luftarak pa pilot i Turqisë i zhvilluar nga kompania Baykar, ka përfunduar testin e identifikimit sistemit të manovrimit, që është një hap vendimtar në programin e testimit të tij. Kompania turke theksoi se njohuritë e marra nga prototipet e mëparshme kanë çuar në përmirësime të rëndësishme të modelit prodhimit të avionit, e pajisur me një motor të ri të fuqishëm. Bayraktar Kızılelma pritet t'i afrohet shpejtësive supersonike duke ruajtur manovrimin superior me shpejtësi të lartë. Kompania Baykar nisi projektin Bayraktar Kızılelma në vitin 2021, ndërsa avioni kreu fluturimi e parë më 14 dhjetor të vitit 2022. Kompania e cila ka financuar gjitha projektet e saj nëpërmjet burimeve private mbetet një lider në eksportet e mbrojtjes. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu, të nderuar shikues, për të takuar sërish në ora 18:55. Mirëmbëngjes deri atëherë.